Madhërues basketbollit, kthehemi me pamje në 13 qershori, pjesa e parë 55 me 34. Pra e përsi prej 21 pikëve, përsia më e thellë ishte ajo prej 23 pikëve, 52 me 29. Çdo gjë e gatshme për pjesën e dytë, pati tensione në fund të pjesës parë. Pati një hallakam atje, prandaj edhe një pjesë e tifozëve prapa bankës Peës është vendosur në pjesën qendrore të tribunës. Po e shohim edhe një herë statistikat: 25 me 17 në kërcime, 15 me 7 në asistime. Scott Bamford 19 pikë, është lojtari më efikas i ndeshjes deri tash, më efikasi, pra ka realizuar 19 nga 34 pikët e Golden Eagle Yllit. Të gjitha këto 19 pikë i ka realizuar në çerekun e parë. Në çerekun e dytë nuk ka realizuar asnjë, dhe ndalja e Bamfordit në shënimin e pikëve ishte edhe ndalje e Golden Eagle Yllit në një çast, pra kur kishin mbetur edhe 8 minuta 38 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Ishin vetëm 5 pikë përsi për Peën. Mirë, po më pas erdhi ajo seria fenomenale prej 18 me 4. Liz Shoshi dalet në mënyrë të palejuar nga Dejon Davis. Do të jenë dy gjuajtje të lira të Liz Shoshit. Pra definitivisht ajo që kemi thënë edhe në fillim, nëse Peja dominon në kërcime dhe shënime për 2 pikë në brendi, atëherë do të dominon, plus kur kësaj i shtojmë edhe 3 pikësha dhe lojën fenomenale të Arti Hajdarit, të cilin po e shohim atje prapa Liz Shoshit, atëherë Ylli do të ketë probleme huqat Liz Shoshi. Pra Endrit Elshani duhet të ndryshon diçka taktikisht nëse dëshiron që të kthehet në lojë, të mbyll koshin edhe të dominon. Arti Hajdari nga një pozitë e vështirë, dhe kjo është ajo që me të vërtet elementi X faktorit, jokeri i trajnerit Kakiusi Sonte është Arti Hajdari, reprezentuesi i Kosovës. 15 pikë të Artit, 4 treshe nga 5 tentime, fenomenal është Arti Hajdari, lideri Peës Sonte. 35 me 58, kthehet ajo përsia maksimale prej 23 pikëve. Fauli Lisit. Bekuan Brejsi duket paksoj shkundur atje. Çdo gjë është rregull me të dhe vazhdon loja. 58-35 plus 23. E përsi e lartë e pejanëve, të cilët kanë bërë një hap të madh drejt kualifikimit në gjysmë finale. Lufta vazhdon atje. Liz Shoshi dominon, të dytë e kanë një shtat lartësi nga 211 cm. Në anën tjetër Brion Pass përgjigjet në treshe me treshe, 38 me 58, e zbret në 20. Arti Hajdari, pranë tij është Dustin Thomas, i shmangët atje presingu të Pesit dhe Thomasit. Davis për Logan Routin, shumë thjesht atje. Davis asiston, Rout realizon për 38 me 60. Bamford për Pesin. Dardani dhe Bamforti. Pes i krijon vetës hapsin, edhe do të jetë tentim për 3 pikë. Ankot atje Arti Hajdari, megjithatë ngrit dorën dhe e pranon
Ishte një situatë diskutabile aty. Do të jenë 3 gjuajtje të lira për Brion Pesin, i cili ka një efikasitet prej 72% si vjet. Herën e parë i sakt. Edhe herën e dytë. A realizon pika e 5 e Brion Pes. Një treshe e ti nga 4 tentime. Nuk ka tentuar asnjëherë për 2 pikë. Të 3 gjuajtjet e lira të sakta për 49-60. 2 minutat e para të çereku të tretë kalojnë. Arti Hajdari, kemi mbrojtje zonale tani, e mbyll trapezin Endrit Elshani. Luft betej mes Lis Shoshit dhe Logan Routit në low post atje. Davis tenton, nuk ka shënim Scott Bamford. E kalon Arti Hajdari. Aktivizohet tani edhe Scott Bamforti, 44-60 nga një pozitë shumë e vështirë atje. Realizon Scott Bamford, pika e tij e 22. Në çerekun e parë 19 pikë, në të dytin 0 dhe tani treshja e parë e tij. Pikët e para pas çerekut të parë për Bamfortin. Tentim për 3 pikë, Bracey atje ankohet. Në anën tjetër për mrekulli, asistim. Arjan Çallaku realizon rezultatin në 14 pikë, afron një seri e shpejt tani prej 8-0. Afron rezultatin në 14. Dardan Berisha nga një distancë e madhe mbi Çallaku nuk realizon. Time-out kërkon Kakiusis. Scott Bamford nuk realizon. I bjen pishman atje për time-out Kakiusisi, Berisha për Arti Hajdarin. Edhe njëherë Arti Hajdari kësaj radhe nuk realizon dhe fauli Arjan Çallakut. E pranon faulin Arjani. Shumë lojtar korrekt edhe Dejon Davis. Në disa situata sonte ka pranu faullat, ka pranu autin. Dardan Berisha nga një pozitë e vështirë atje për mrekulli depërton, por nuk realizon. Thomas e kap këtë top kundër sulmi shpejt. Bamford. Brion Pes. I krijon vetës hapësin, tenton, nuk realizon. Logan Rout pa probleme kap këtë top. Dhe Bracey e qetson sulmin. Kërkon atje vendosin e lojtarëve Davis dhe Thomas. Rout në qendër shkon topi. Dequan Bracey depërton atje. Topi humbur i Dequan Bracey është ky vetëm topi i dytë i humbur i tij dhe në totali i 5 për Pejen. Nuk ka shumë topa të humbur. 7 topa të humbur i ka Ylli dhe kanë kontrolluar topat e humbur sonte të dyja skuadrat. 14 plus për Pejen. Scott Bamford. Gabon Dardan Berisha, edhe ai gabon në pasim. E vjedh këto Brion Pes, la ishmangët atje presingu të Arti Hajdari. Scott Bamford depërton derën në fund për mrekulli, realizon. Dhe rezultatin në vetëm 12 pike afron. Referi Artan Gashi tregon se ishte faul i lojtarit me 7. Time-out ka kërkuar Kakiusis. Pas asaj treshe për 35 me 58 në fillim të këtij çereku. Treshën
të cilin e realizoi Arti Hajdari për të rikthyer atë përsinë maksimale prej 23 pikëve pas vetëm 30 sekondave lojë. Erdhi një seri fenomenale e skuadrës vendase Golden Eagle Lullit prej 13-2, duke e afruar rezultatin në 48-60, atë duke i falenderuar treshës Brian Pesit dhe më pas edhe 3 gjuajtjeve të lira pasi u ndal. Ja, kjo është ajo treshe e Brian Pesit, e pas ti Scott Bamford lansoi 3 pikshin e tij para se Arjan Çallaku të deportonte në asistim të Tomasit dhe në fund edhe Scott Bamforti në asistimin e Brian Pesit realizoi për të afruar rezultatin në 48-60. Të shofim se shka ka këshilluar Kakiusis lojtarët e ti. Edhe 5 minuta e 15 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Brian Pass për mrekullim mbi të gjithë shkëputet për 48-62. Dustin Thomas në anën tjetër për 50-62 tani edhe Tomasi është dhez. 5 minutat e fundit të këtij çereku. Ndeshje e cila menduam se do të shkoj lehtë për Pejën, mirë po, Endri Telshani e ka mbyll atje korridorin e deportimeve. Edhe në 4 deportimet e fundit e pat se nuk ishte pikë të lehta për Pejën, e ka mbyll edhe koshin. Në fund të pjesës së parë ishte 25-17 në kërcime, tani 29-23, me njëherë me mbylljen e koshit, pa mundësimin atyve rasteve të dyta. Rezultati ndryshoi edhe filloi të funksionon edhe treshja Scott Bamford, 2 veta janë atje po e përcjellin Bamfordin, dalet në mënyrë të palijuar nga Logan Rout. Logan Rout e ndalë në mënyrë të palijuar Bamfordin, nëse nuk gaboj kjo është po. Personalja e tretë Logan Routit, 3 faulla i ka dhe Davis, edhe Arti Hajdari, edhe Caesar Edwards. Pas për Bamfordin, Logan Rout është pranë tij. E shpëton këtë top 5 edhe 4 sekonda, deporton deri në fund Brian Pass. Tenton dhe realizon për të afruar rezultatin në 52-62. 4 minutat e 3 minuta e 50 sekondat e fundit. Tani nga plus 23, vetëm 10 pike përsi. Arjan Çallaku pranë Cecil Williamsit. Foul. I lojtarit me numër 4 është ky Brian Pass. Logan Rout largohet nga loja në vend të tij Caesar Edwards. Caesar Edwards, mbrojtje zonale Dequan Bracey, kur s'kishte çka me bo me top dhe mbeti i blokuar. Lansoi dhe treshën e realizoi Dequan Bracey. 18 pikë të tij. Është kjo treshja e 4 e tij. Brian Pass në anën tjetër tenton mu përgjegjë, nuk e bën këtë. Lufton atje, Lis Shoshi e kap këtë top. Arjan Çallaku tenton me treshën, nuk realizon. Caesar Edwards e kap kërcimin. Bracey për Edwardsin. Mbrojtje e mire Arjan Çallakut, ja heq topin poshtë. Dardan Berisha.
Edhe 10 sekonda për këte sulm. Dardani dhe Lisi, ish bashkëlojtar dikur. Dardani tenton, nuk realizon. Dustin Tomasi lufton topin e kap. Tentimi Brian Pesit i vetmuar Gjuan nuk realizon. Edhe Arti Hajdari thot qetësoni. Cecil Williams organizon sulmin për shkurt. Edhe tani lojtari kryesor Dequan Bracey, 18 pike, 6 asistime, plus 5 kërcime, definitivisht lojtari më i dobishëm i kësaj serie qerek finale. Arjan Qallaku shkakton personale. Thot me gjyks. Musa Mala do të rikthehet në loj në vend të Arti Hajdarit. 15 pikë të Artit, fantastik. Arti Hajdari sonte 4 treshe të ti nga 6 tentime, aq sa ka dhe Dequan Bracey. Edhe ai ka 4 treshe nga 6 tentime, por 18 pikë Caesar Edwards, Isak në tentimin e tij të parë për 52-66. Edhe herën e dytë realizon për 52-67. Erik thene përsin prej 15 pikëve me këtë meni seri të shtrejt prej 5-0. Pejanët, Bamford, pick and roll me Tomasin, shkon për Brian Pesin. Bracey me të vërtet mbrojtje fantastike e ti. Çfarë betejë e Braceyt me Pesin, tenton, nuk realizon. Williams më i larti në kërcim atje për Musab Malën. Pak minuta për Malën sonte. Bracey, dueli 2-55-sheve Tariq Smithin pas një kohë të gjatë, po e shofim sonte i jo shumë i disponuar për lyë. Erion Kastrati tenton, nuk realizon. Edwards më i larti në kërcim. Mala për Bracey. Musabi, mbi Erion Kastratin, nuk ka shënim. Dardani kërcen këtu, e kap këte top mbi Bamfortin. Kërkon blokun atje të Edwardsit Bracey. Mbi Erion Kastratin, nuk ka shënim. Mirë po, Musabi atje më i suksesshëm në kërcime të boja top. Musabi për Cecil Williamsin, i cili ndalet në mënyrë të palejuar nga Tariq Smith. Do t'in 2 gjuajtje të lira të dyja skuadrat kam plotësu bonusin tashmë në çerekun e tretë. Edhe 49 presje 2 sekonda deri në fund të 30 minutave, 15 plus për Pejan. E pati një seri fenomenale prej 14-2 skuadra vendase e cila u afrua deri në 10 pikë dallim. Mirë po, tani pas atij rezultati 52-62, kemi një seri prej 6-0. 52-68, sulmi për Golden Eagle Lylin Scott Bamford, bloki Erion Kastratit. Dustin Thomas e sheh Sabeckisin, i cili lanson, nuk qëllon, lufta vazhdon. Sabeckis me Malën dhe i fundit me top ka luajtur Sabeckis. Topi do të jetë për Musab Malën. E ka shkelur Vin. Kërkuan sfida tjetë për këte top, mirë po ishte aty afër dhe thot se loja duhet të vazhdoj. Scott Bamford tenton, nuk realizon. Dardan Berisha.
Scott Bamford ndërshkohet me teknike për shkak të reagimit të tij. Vazhdon atje diskutimin me Artan Gashin. Scott Bamforti, ndërsa Dardan Berisha e realizoi gjuajtjen e lirë për 52 me 69.5 të Dardanit, i cili ka dhe 5 kërcime, 4 asistime dhe 2 topa të vjedhur, ndërsa epërsia përsëri është ngritur në 17. Kemi një seri prej 7-0 të PES në këto qaste dhe ka topin Cecil Williams, lufton atje, e ka shkelur vin Tyreek Smith. Edhe trepresje 6 sekonda deri në fund të çerekut të tretë, topi është për PES-ën. Musab Mala nga një pozitë e vështirë tenton 14 qintat deri në fund. Gabon atje në pranimin e topit Sabeckis, edhe rezultati mbetet 52 me 69, 18 me 14 ky çerek. Pas ati rezultati 52 me 62, kur kishin mbetur edhe 4 minuta e 9 sekonda loj, në 4 minutat e ardhshme PES e shtrëngoi mbrojtjen dhe nuk lejoi asnjë pikë të vetme në 4 minutat e fundit. Ndërsa, në anën tjetër, PES realizoi një seri prej 7-0 fal treshës Dequan Braceit, aty me gjuajtjeve të lira të Edwardsit dhe Williamsit, si dhe në fund asaj teknike të Dardan Berishës për të dërguar ndeshjen në çerekun e fundit dhe vendimtar me plus 17 për PES, një epërsi e thellë, epërsi e lartë e PES kundër Golden Eagle Yllit në ndeshjen e tretë dhe vendimtare çerek finale, kush do t'i bashkohet Trepçës për gjysmëfinalen e dytë. Golden Eagle Ylli, i cili aktualisht ka 52, apo PES që ka 69 pikë, ndërsa kanë mbetur edhe 10 minuta loj, mbetet të shihet. Scott Bamford është më efikasi në parket në përgjithësi me 24 pikë, 19 pikë i realizojnë në çerekun e parë, 19 nga me të vërtet i jashtëzakonshëm Bamforti. Ja, atje vazhdon diskutimi i Bamfortit me Xhelal Muminin. $52 me 69, 17 pikë e përsi për PES në 10 minutat e fundit. Topin e ka Braceit. Bloki Edwardsit për Dardanin. Mala shpejt lëviz topi në anën e kundërt, mbyllje e mire Gzim Orinës kundër sulmi shpejti Sabeckisit, e këther për Bamfortin, për Gzim Orinën. Kastrati. Kemi një mismatch atje, nuk ja pasoj në brendi Gzim Orinës. Sabeckis për Gzimin tani, lëvizje mashtruese e Gzimit, lufton kundër sulmi shpejt Braceit, 3-3 Cecil Williams,
e ngulit atje në mënyrë elegante për 52 me 71. Për sëri 21 pike përsi, vazhdon seria 9-0. 5 minuta lojnë, nuk ka pik për Golden Eagle Ylen dhe tani agjërimin e ndërpren kapiteni Gzim Morina me treshe për 55 me 71. Pas 5 minuta e 10 sekundave loj, pikët e para për Golden Eagle Ylen. Williams me Liz Shoshi në postin e ulët atje, edhe teknike për Cecil Williamson, për shkak se pas asaj blokade e hodhi topin në drejtim të referit Garshi. Bamford do të ekzekuton gjuajtjen e lirë. 100% efikas ka qenë sonte Bamforti, 6-6, ja blokad. Mbetet perfekt nga vija gjuajtjeve të lira Bamforti, 25 pikë të tij. 7-7 nga gjuajtjet e lira. Kastrati e rivën topin për Sabetskisin, i cili tani e merr rolin e playmakerit. Morina për Bamfortin. Mbërthimi lojtarit nga prapa për shkak të kësaj situate. Faul në sulmi Scott Bamfortit. Është ky faulli i tretë i tij. Rion Kastrati pranë Dardan Berishës. Do të rishikohet kjo situatë, nëse ishte faul jo sportiv apo jo. Është faul i thjesht, nuk është faul jo sportiv i Dardan Berishës ndaj Erion Kastratit. Nuk pati qëllim atje, sipas vendimit të referëve. Scott Bamford deporton, nuk realizon. Liz Shoshi e shpëton këtë top, mirë po Bamforti ishte jashtë fushës dhe u fut mbrenda për me kapa top. Topi humbur për Golden Eagle Ylen, është ky topi 10 i humbur i Ylit. Në anën tjetër 9 topa të humbur i ka Peja, e cila ka 15 pikë e përsi, 56 me 71. Mala për Williamson. E mbyll mirë atje Gzim Morina, nuk e lejon gjuajtje. Quan Bracey nga një distancë e madhe. Gzimi mbeti vetë në kërcim me Williamsin dhe Edwardsin, i cili e mori top Edwards. Mbrojtje e mire Liz Shoshit kësaj radhe, edhe Rion Kastrati e kap këtë top. Sabeckis kërkon që të zbrazët ana dhe të luan 1-1. Për mrekulli atje asiston Sabeckisi për Lisin, 58 me 71. Edhe 7 minuta loj, Logan Rout përgatitet që të hyjë në loj. Bracey dhe Sabeckis, i cili deporton, nuk realizon. Sabeckis mbrojtje e mirë. Erion Kastrati i shmangët presingut Gzim Morina për Sabeckisin.
Dardani, Bamford në kënd atje, tenton dhe treshën e realizon rezultatin përsëri në vetëm 10 pike afron. I hatashëm Scott Bamforti, 28 pik, 5 treshe të tij, 61 me 71. Edhe 6 minuta e 21 sekonda deri në fund. Mala dhe Sabeckis, njoni kundër tjetrit, e kërkon blokun, e ka. Mbi lisin tenton, nuk realizon topit e Erioni përfundon. Sabeckis, e fauli Dequan Braceit, lojtarit kryesor të PEA me 18 pik dhe 2 shtatëshe. Kërcime dhe asistime, i jashtëzakonshëm ka qenë sonte Dequan Braceit, shikua në përgjithësi të 3 ndeshjet, është lojtari më i dobishëm të të dyja skuadrat. Dequan Braceit, Sabeckis dhe Erioni. Sabeckis e ka marrë rolin e playmakerit dhe organizuesit. Kërkojnë atje faul jo sportiv të Logan Routit ndaj Scott Bamfortit. Kjo është personalja e 5 e Logan Routit, i cili e mbyll ndeshjen me 4 pik, 3 kërcime dhe 2 asistime. Tentim për 3 pik, s'ka shënim mirë, po Gzimorina ka këtë top. Sabeckis kërkon blokun atje nga Liz Shoshi. E shfrytëzon atje. Gzimorina i vetmuar tenton, nuk realizon, Liz Shoshi lufton dhe Dequan Braceit e ka prekur topin. Apo jo? Po, Dequan Braceit e ka prekur topin. Sulbi do të jetë për Golden Eagle Yllin. E rivon topin Bamforti për Sabeckisin, Erion Kastrati depërton, nuk realizon, lufta vazhdon, Arti Hajdari lufton edhe Scott Bamforti. Fauli Erionit, Kastratit gjatë betejës për këtë top, luftës për këtë top, shumë luftarak. Sonte Erioni, personalja e 4 e Erion Kastratit. Luft, betej për çdo top, edhe 5-20. Drame vërtet në 13 qershori. Braceit tenton dhe realizon pikën e tij të 20 sonte. Time out ka kërkuar Endrit Elshani. 61 me 73. 20 pikë të Braceit, i cili ka edhe 7 kërcime, 7 asistime. 15 pik i ka Arti Hajdari, 4 treshe të tij, dhe 14 pik i ka Cecil Williams, 14 pike, 5 kërcime. Ja dhe njëra e treshe e Gzimorinës, jashtëzakonisht e rëndësishme, cila e nisi serin e Golden Eagle Yllit, pas ati rezultati prej 52 me 71, në atë serin fillestare prej 9-0. Seria në 4 minutat e fundit të qerekut të 3 dhe në fillim të qerekut të 4, PEA pati një seri prej 9-0 për 5 minuta 10 sekonda, nuk patëm pik të Golden Eagle Yllit, dhe atë agjerim e theu e përmbylli Gzimorina me këte treshe, duke filluar dhe duke u përgjegjur pikërisht me një seri tjetër prej 9-0, duke rikthyer avantazhin në 10. Tani, pas këtij shënimi dhe time-outi nga Braceit, rezultati përsëri është 12, 5 minutat e fundit kemi hyrë Bamford dhe Edwards 1-1. Bamforti për Sabeckisin, edhe 4 sekonda, Sabeckis nga një distancë e madhe lufton, edhe
të shohim fauli kujt ishte. I Musab Malës. Peja ka plotësuar bonusin, do të jenë 2 gjuajtje të lira. Lis Shoshi po ankohet në nuk lejon zëvendësimin e Lis Shoshit. E huq tentimin e tij të parë Lis Shoshi. Edhe herën e dytë nuk e realizon gjuajtjen e lirë. Lisi sonte i ka huqur 5 gjuajtje të lira, 6-1 është nga vija gjuajtjeve të lira. Arti Hajdari për Williamsin. Williams dhe Shoshi luftojnë deri në fund. Fauli ishte poshtë, do të jetë rivënje. Mala kërkon atje topin Bracey, i cili është i pandalshëm sonte. Enigme e vërtet në këtë seri qerek finalit. Dequan Bracey, Bamford. E pranon gabimin e tij Xhelal Mumini. Me njëherë e përmirëson atje dhe bankës atje, bankës së Pejës për shkak të reagimit. Një teknike, do të jetë një gjuajtje e lirë për Scott Bamfortin. 7-7 është nga vija gjuajtjeve të lira, koncentrohet maksimalisht Bamford. Është i pagabueshëm sonte, 62-75. Edhe 4 minuta e 9 sekonda loj. 4 minuta e 9 sekonda dram në 13 qershori. Sabeckis e mbulojnë atje hapësirën për pasim të Bamforti, e dim prej nga vjen rreziku. Dhe gabim në hapa ka shkaktuar Erion Kastrati. Është ky vetëm topi i parë i humbur i Erionit. Edhe 4 minuta loj. 13 pike përsi për Pejen. Cecil Williams depërton deri në fund, i pandalshëm pran Tyreek Smithit, i cili largohet. 62-77. Sabeckis dhe Bracey po luan mbrojtje agresive. Bracey me të vërtet një mbrojtje fantastike si vjet sonte e Pejës. Në anën tjetër Musab Mala shkakton personale ndaj Erion Kastratit, i cili lansoi treshën e qelloi rezultatin në 65-77 e afroi, edhe do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Është kjo pika e 10 e Erionit. Lojtari i dytë me pikë 2 shifrore pas Bamforti që ka 29 pikë. Erioni realizon edhe gjuajtjen e lirë për të afruar rezultatin në 66-77, kur ka mbetur edhe 3 minuta e 33 sekonda deri në fund të duelit vendimtar çerek final. Kush do t'i bashkohet Trepqës, Golden Eagle Ylli apo Peja? Williams tenton dhe realizon për 66-79.
Sabecki se shek Gzim Morinën, e kërkojnë atje Bamfortin, Gzim Morina për Tyreek Smithin, i cili sonte është larg atij Smithit, të cilin e kemi pa në këtë seri qerek finale. Vetëm pika e 4 të Tyreek Smithit. Zëvendësim do të kemi të Pea, Mala largohet nga loja. Në parket rikthehet kapiteni Dardan Berisha. Tyreek Smith realizon gjuajtjen e lirë për 69 me 79. Për sëri vetëm 10 pike përsi. Çfarë ndeshje. Dardani shmangët presingut, Arti Hajdari. Tentim për alle hub, gabon Bamforti, kundër sulmi shpejt. Mirë po edhe Dekuan Bresi janë ndërprejnë këte pasim në drejtim të Erionit. Sa gabime tani në qaste vendimtare. 14 sekonda për sulmin e Pejes. Bresi dhe Bamford. Bresi kalon, nuk ngutët. Tenton, nuk realizon. Lufta vazhdon. Dardani për Artin. Arti tenton, nuk realizon. Tyreek Smith. Erion Kastrati, Sabeckis, drom. Edhe në fund topi për Sabeckisin, Gzim Morina. Bamforti. Pranë ti është Bresi, çfarë mbrojtje po luajnë ndaj Scott Bamfortit, personale e Dardan Berishës. Në vinë gjuajtjeve të lira, Sabeckis e huq gjuajtjen e parë të lirë. 3-1 nga vija gjuajtjeve të lira, 23-16, 7 gjuajtje të lira të huqura, kësa radhe realizon dhe për herë të parë, pas 30 minutave loj, në fakt pas 35 minutave loj, kemi e përsi një shifrore, 70 me 79, kur kanë betur edhe 2 minuta 2 sekonda deri në fund. Personalja e 5 Erion Kastratit ishte sonte jashtëzakonisht luftarak Erioni. 11 pik, 4 kërcime, 2 asistime dhe 2 topa të vjedhur. Për të ndeshja përfundon sikurse edhe për Logan Rautin. Williams dhe Smith. Williams dhe Smith. Ufa, blokade Smithit. Bamford kundër sulmi shpejt për Sabeckisin. Nuk ngutët, e kërkon topin Bamforti. Smith dhe Berisha. Tyreek Smith nuk realizon dhe topin Williams e fiton. Edhe 1 minutë 36 deri në fund. Depërton deri në fund, nuk ka shënim Edwards, topi të Scott Bamforti. Shkon shpejt, tenton për 3 pik, nuk realizon, lufta vazhdon, Gzim Morina e prek topin i fundit. Edhe 1 minutë 16 sekonda deri në fund. Time out ka kërkuar Endrit Elshani, Gzimi Arti Hajdarit atje, i cili me 15 pik është në mesin e më të mirëve së bashku me Dekuan Bresin dhe Cecil Williamson. Bresi 22 pik, 7 kërcime, 7 asistime, definitivisht edhe në fillim ju thash Dekuan Bresi me shifrat e ti fenomenale në këtë seri qerek finale. Është MVP, 19 presje, 5 pik, 5 presje, 5 asistime dhe 3 kërcime në 2 ndeshjet para prake. Tani në këtë ndeshje 22 pik, 7 kërcime, 7 asistime, definitivisht është MVP i kësaj serie qerek finale. Dekuan Bresi më i merituari, që i dha ritëm lojës Pejes. 18 pik nga Cecil Williams, i ka dhe 7 kërcime, u ngrit nga banka rezerv, nërsa pa asnjë dyshim, ai i cili në çastet vendimtare e bëri dallimin dhe i dha zjarr lojës Pejes ishte Arti Hajdari, 15 pik prej tyre 4 treshe.
Edhe Dardani, kapiteni, e kreu punën e tij me 5 pikë, 7 kërcime, 4 asistime dhe 2 topa të vjedhur. Me përvojën që e ka i vetmuar Arti Hajdari, nuk gjuan atje, nuk ngutet për Williamsin. Bamford është pranë tij, Williams depërton deri në fund. Realizon dhe rezultatin në 70-81 e ngrit. Edhe 58 presje 6 sekonda deri në fund të kësaj ndeshje. 11 pike përsi për Peën, e cila është në prag që të kualifikohet në gjysmëfinale për edhe një gjysmëfinale klasike mes Trepçës dhe Peës. Do të përsërisë edhe një ndeshja, Bashkimi Bora do të zhvillohet të mërkurën nëse Zai Suroj, ndeshja e parë gjysmëfinale. E mërkurë ora 19:30 se Zai Suroj, ndërsa të njëjtën mbrëma Trepça e pret fituesin e këtij dueli ku Pea ka e përsi prej 11 pikëve, ndërsa ka mbetur edhe 58 presje 6 sekonda lojë. Time out ka kërkuar kësaj radhe trajneri Mihajlis Kakiusis. Kërkon atje pressing ndaj Bamfortit, tentimi Bamfortit për 3 pikë, gjuan nuk realizon. Arti Hajdari i shmangët pressingut të Brion Pesit. Dardan Berisha edhe faul nga Sabeckis. 70-81. Edhe 33 sekonda deri në fund të ndeshjes. Pea në prag të kualifikimit, për shëndetin atje Arti Hajdari me Brion Pesin. Në vijnë e gjuajtjeve të lira, Dequan Bracey e huq. 70-82. Dhe këtu çdo gjë ka përfunduar adhurues të basketbollit. Davis e blokon, nuk lejon shënimin e pikëve. E Dardan Berisha ndalet atje, e respekton dhe Kakiusis përshëndetet me Endrit Elshanin. 70-82. Rezultati final, Pea është në gjysmëfinale me Trepçën të njëjtën mbrëma në eliminatorin nga ora 19:30. Pa dyshim, lojtari i ndeshjes Dequan Bracey Peas, 23 pikë, 7 kërcime dhe 7 asistime. Me 20 pikë dhe 7 kërcime, Cecil Williams dhe pa asnjë dyshim Arti Hajdari, 15 pikë dhe 5 kërcime, janë treshja më e mirë e Peas, e cila ishte më e merituara për këtë kualifikim të verdhezinëve në gjysmëfinale kundër Trepçës të Golden Eagle Ylli me 29 pikë dhe 2 katërshe të kërcimeve dhe asistimeve. Më i miri ishte Scott Bamford. E tani kemi hedhje të gjësendeve. Qetësohet situata. Adhurues të basketbollit, shumë shpejt do të jemi edhe me intervistat e 2 trajnerëve, posa të qetësohet pak situata. Pra, gjysmëfinalet tashmë u përcaktuan
të mërkurën brëma në Sezai Suroj nga ora 19:30. Bashkimi Bora, ndërsa të entën brëma në minatori Trepqa e pret pen në edhe një klasik mes dy rivalve të vjetër. Shumë shpejt me ju do të jenë edhe trenerët e dyja skuadrave. Hej! Brel, dajtë s'ma afer paret kërka. Po mëre, me për kredit më nësh mi pas për 3 minuta. Ama telefonin? Qeku i ki 10.000 euro. Kredi jo e shpejt, po te për e shpejt. Pashku hiq në bank, komplet online. Kredi deri në 10.000 euro. Pare dalin sekund. Banka për kredit. Sa ma shpejt për ty.